Një nga zonat e prekura nga përmbytjet e ditëve të fundit në Lezhë është edhe njësia administrative Zajmenit. Prej një jave, 10 hektar tokë bujqësore në fshatrat Spiten dhe Tresh ndodhen në ujë, i cili në disa zona ka arritur deri në 1 metër. Fermerët shprehen të shqetësuar pasi nuk kanë më shpresë që mbledhja e grurit dhe janxhes të japi rendiment këtë sezon, për shkak të prezencës së ujit për një kohë të gjatë në tokat e tyre. Ata thonë se kjo është një situatë e përsëritur dhe asnjëherë nuk janë kompensuar për dëmet e shkaktuara. Këtë toka eme sot ka rreth 1 metër ujë, po çansh mbjellës nuk besoj se do ngjallet më një herë. Po tash shpresem ke Zoti edhe ke fëmijët tonë që të duan bukë me hënë. Dhe vjet në pasoj gjitha kanalet, po sa puna kanaleve. Apo në hidrovore që punon si mos dëshirëve të atine. Në tokën time është 1 metër ujë. I janj, kam një 5 dilim, e një 2 dilim grunë, edhe është 80 ditë në ujë. Shpëton gjë? Pa, s'mushit me një. Ndoshta kallami. Kallami mund kështu e për tjetër. Ka pas gjermani për 5 centim shone, i gjithë kalorët e fundit. Po, thomi ka një 10 ditë. Do na 10 ditë. 10 ditë, jo mos bjem këtë rreshje. E mos vjen ujë për detit, që ai deti na ka ardhur. Po këtë me na pronë verë të pakin bëjmë pak plazh. E na kanë hull më afër plazhin. Çfarë thotë keni humb gjitha? Për çka kanë fush po. Inshallah kena rëb. Asnjëherë nuk merrni si gjons na ka dhënë kush. Asnjëherë tash 35 vjet sa u bën ky lloj sistemi. Sipas të dhënave të strukturave të mbrojtjes civile me mbylljen e argjinaturës së qartë të lagunës së Vajinit, niveli i ujit ka rënë dhe sipërfaqja e përmbytur aktualisht është rreth 300 hektar. Ndërkohë, prej 2 ditësh grupet e punës të Bashkisë Lezhë kanë dalë në terren dhe po verifikojnë dëmet e shkaktuara nga përmbytjet në njësitë administrative Kolsh, Shënkoll dhe Zajmen.